Edi shpërthen në nerva dhe përfshihet në një debat shumë të tensionuar me lëndrimin. Me një ton të ashpër dhe plot nervozizëm, Edi e paralajmëron lëndrimin që të ketë kujdes dhe të mos e provokojë më, duke i lënë të kuptohet se situata mund të përkeqësohet nëse vazhdon kështu. Atmosfera bëhet e rënë dhe fjalët e Edit duken si një kërcënim i hapur, gjë që trondit edhe banorët e tjerë përreth. Lëndrimi nuk rri i heshtur dhe nuk tërhiqet as pak. Ai i kthehet Edit po aq ashpër, duke mos pranuar presion apo frikësim. Përplasja mes tyre bëhet gjithnjë më e fortë, me shkëmbime fjalësh të rënda dhe me tension që ndihet në çdo cep të shtëpisë. Banorët përpiqen të kuptojnë se çfarë po ndodh, ndërsa disa afrohen për t'i ndarë, nga frika se debati mund të dalë jashtë kontrollit. Edi duket i acaruar dhe i irrituar, sikur ka mbledhur prej kohësh nerva dhe tani i kanë nxjerrë të gjitha në këtë përballje. Nga ana tjetër, lëndrimi shfaqet i guximshëm dhe sfidues, duke mos pranuar të tërhiqet apo të kërkojë falje. Ky debat nuk është thjesht një përplasje momentale, por duket se ka rënje më të thella, me inate dhe pakënaqësi që kanë ardhur duke u grumbulluar me kalimin e ditëve. Situata eskalon emocionalisht dhe tensioni mes Edit dhe lëndrimit bëhet një nga temat më të nxehta në shtëpi. Të gjithë pyesin veten se si do të vazhdojë kjo marrëdhënie pas këtij debati kaq të ashpër dhe nëse produksioni do të ndërhyjë për ta qetësuar situatën. Një gjë është e sigurt, përplasja mes tyre ka lënë gjurmë dhe ka ndryshuar ndjeshëm klimën brenda shtëpisë.